gjetëm. Knatësi ti pres? Unë përshkoj... U dhe gjithmoni pari kështu? Mirë se erdhe knatësi. Mirë se erdhe. Hajde të reatohemi. Me vjetë. Hajde për parësi, për nga mosha, qartë. Kështu të lutem të reatohemi. Kullet i paris, po ditash. Aty ndajeni vetë. Mirë se erdhet. A jeni lodhë? Gjetëm. Po, as pata jo. As pata jo. Mi qenë së të nditën në punë, pak po. Kush e ka më të theksu me këtë ankesën prej punës? Cili më shumë? Shiko, kë raporti kirurg dhe anesteziolog është njëjtë në kejtë botën edhe zakonisht na ankuhmi në anesteziolog, këta ankuhën neve, mirë po njeri pa tjetëri nuk mujnë vasesi. Kështu që nëse e pyet këta, ankuhë na unë ma shumë. Nëse më pyet mua, a këmë ma shumë. Po jenë do batuta, kryesisht këj ka teshat e pikta me gjak, unë i ka me kafe, kështu që këta ankuhën që da i kena jetën. Ta se pas da të gjitha si mirë. E bukur që nga, edhe pse unë kam fobi nga të dyju, po gjithsesi, shqyqër që ju kemi, thanë të drejten. U thashë edhe për shikuesit, faleminderit që jeni këtu, Remzi ka ashtë që të kujtim plana, knatësit ju kam sot në këtë pasdite, e di që jeni ngarku me punën, kështu që du të flasë më shumë për raportin e juj që edhe ndërlidhet me punën. A është e vështirë me pas kolegun edhe shok shumë të mirë? A ka nëjë sekret? Jo, absolut nuk është e vështirë. Me kujtimin a nifmi shumë gjatë, jemi prej studimeve, shok, edhe shkollimin e matutjeshëm postdiplomik, specializimin e kena kry bashk, vitet matë mëdha në Gjermani bashk, kështu që është kryu një raport edhe shoqëror edhe kolegial, edhe do të thotë unë ndihëm shumë matë kompletum kur jemi bashkë. Edhe është pa tjetër, është një përparësi, pe on stand. Nuk e di që shesha kujtimi. Me shenji. Njëtë është, po është rast jo specifik, se zakonisht anesteziologët dhe kirurgat nuk janë shok. Ajo? Zakonisht shumice. E qka nuk i lenë? Po kryesisht janë dy fushat ndryshme, pjesa kryesore e kirurgjisë, ta kanë ma shumë punë të fokusume, kanë stresin në salë, kurse na kena këtë pjesën që është menagjimi dhe është një farë, si me thonë, një farë shikimi pe i lartë i gjanave dhe menagjimi i krejtë rrethit që kjo është i fokusum një pikë edhe këtë pjesën tjetër nuk e shë, edhe ka debate mjekësore këgjatë mëdhaja në mes dy fushave, dhe pse anestezioni për fat keq është degë i kirurgjisë, ka lindë për i kirurgjisë, dhe i pari u konë kirurg, është jo e shpesh që një kirurg edhe një anesteziolog jem shok, por kundra zi unë me Gashin, se unë i thëmë Gashi, unë me Gashin e shok shumë të mirë, kena debate të zjarta shpesher, po në fund shpesher pajtomi për mësë më pajtu. A debatoni veç për atë fushës juj, apo ju keni mendime të ndryshme edhe për temat të tjera, për shamu me futbolin, a ju bashkojnë pikat të tjera për pos punës, për pos mjekësis. Edhe aty nga konkurent. Pa tjetër që po. Dhe me thonë, nuk është gjithë shka punë, edhe pse rrethi ju në mas shumë tjesht prej mjekve. Pa dëshim që kur të folim edhe për temat lira, na lidhet pak edhe ana profesionit, po me anesteziolog gjithmonë rastësia, nuk e di, po gjithë jem kundërshtar në gjithë pikë. Edhe klubet, në qofë se flasim për futbol, kë ka me kanë me një tjetër, nuk e di pse. Në këtë rast, kush me kë, është? Unë jam me Milanon. Unë jam adhurusi i vjetër i Manchester Unitedit, edhe se kohën e fundit nuk jam shumë i klasën. Të dy vina kështu në fund buzit, po. Në ndeshën e fundit nuk pati naj performansë. Jo, vishë në raport me Manchester United kena pas performansat mira gjithë. Jem të rekuperu. E vërtet, është po të dyja të klube që kanë historiko gjatë malë. Ama në përgjithësi kë komunikimi, edhe pse unë kam pas raportet mira përgjithësi dhe në Gjermani dhe këto me gjithë anesteziologit, edhe kam një respekt shumë të madhë për ta. Mirë po ka njerë kur flasëm për tema relaksuse ose ngucemi, ma herët anestezia ka qenë pjesë e kirurgjisë, në kohën kur edhe na kirurga gjithmonë i ngucim ka pak i themi leje, se është pjesë e kirurgjisë. Ju keni dalë për nesh. Nga njerë jo themi leje se jo jeni pjesë e jona, ose mos me qenë na kirurga që ka kishi ba,
edhe e përdorim qëto tema kur është relaksim. Por ndryshe, në të vërtet, nuk ka kirurgji pa anestezi edhe mjekim intenziv të mirëfillt. Kështu që respekt deri në fund për gjithë anesteziologët. Edhe për kujtimin, por ndryshe kështu s'ja pranoj ende në realitet. Si pranon, as më shumë në sy. Jo, absolutisht. A ju ka lidh më shumë përvoja në Gjermani edhe si jeni gjind për me bo, a keni marrë rrugën bashkë për shku në Gjermani në përvojat atje, sa keni qëndru, regoni pak? Masi ku shku pak merët për filloj parë, jo që për du me full, ma shumë. Edhe më i madh. Unë kam dalë disa vite para kujtimit, do më thonë 2012 kam shku në Gjermani. Kam fillu do të në specializim në kirurgji abdominale, ka qenë e përzime edhe kirurgjia e anëve të gjakut. Kujtimi ka ardhë 2 vite, besoj ma vonë, po kjo ka ardhë një vetë ma vonë një klinik tjetër, pas ta jena bashku dyku 2 vite mas në klinikun ku kemi qenë dhe ku jemi ndërtu mas shumë, të që ka pasë edhe shumë shqiptar tjirë. Kena qenë do të të një grup bukur e madhe atë e shqiptarve, mjekve shqiptarë dhe kena përvoja shumë të mira në atë spital. Edhe aty do të më ka fillu, shoqënia jonë ka vazhdu faktikisht prej këtuhit, deri një kohë ku prap na kanë nda për shkaqe të zhvillimit profesional, mirë po kohën e fundit prak e kena intensifiku këtë bashkëpunimin tonë. Edhe këtu, edhe e keni gjetë gjithsesi rrugën me qenë prap bashkë edhe me punu bashkë. Në përvojën në Gjermani, cilat i keni momentet ma pikante, do të thëja? Ajo fotografia që jeni të postu, atë fotografi e këmë bo dykon 2019, kena qenë kujdestar bashkë, dykon në ora 3 ose 4 të mëngjesit të shtë bojmë fotografia, edhe të të kena qenë kujdestare, në lodhë shumë, për ndryshë i na ullë këto në kuzhinë edhe mas një 7 orëve që... Duke një të lodhë. Për kena qenë edhe matrijat, edhe mas i kena... Gashe ka një diçka që shumicën e kujdestarive që kena pas bashkë, një 5 vjetë e gjysë kena punu bashkë, shumicën e kohës kërës më kalon me flejt, më thonë gjithë ka pas punë, dyqyshe e tërhek ajo puna, edhe debatet më të mëdha kena pas në salë, kena bëj garë edhe kur të... Ato është ajfa relaksimi, kur je shqiptarë dhe më nëshme thonë diçka në gjuhën tonë, është pak ma ndryshe, ka një farë lezeti. Edhe kur je në vend huj, se është çudi, kur t'je jashtë, lidhe shumë ma shumë me tokën tonë edhe me njerëzit e tu, e kur e kje edhe një shqiptarë, se ka ndodhë një 3-4 raste ka ndodhë që në emergjenca në AIZNA ku kena punu, kena qenë krejt doktorat kujdestarë shqiptarë. Nëse për cila fushat edhe debati ma e madhe konë Shqip, nuk u konë gjermanisht. Edhe u kriju një shoqni interesante, kena qenë dykun 12-13, që tash i na shpërnda në për pjesë ndryshme të Gjermanisë, unë edhe Gashi tash shumicën e kohës jena në Kosovë. E keni qunë do njëherë në përmendje që me pas të ide në zhvendosjes komplet në Gjermani, edhe mës t'i keni këto vajtje ardhjet, apo e vështirë, mës duash të vesh në vendin tënë edhe të kontribosh për këto? Do të thëtë, me kohë është arrit një nivel i zhvillimit tonë që kena arrit edhe pozitat mira, edhe ka ona profesionale na zhvillu që ka orë momenti ku thot njëri që ka përkërkoj ma në një vend tjetër. Edhe veç kush nuk është i sinqert se secili që është jashtë vendit vetë të mungan. Më nësh me kanë shumë pozit mirë, më nësh me pas zjetha për prapë mungan. Edhe secili e kena pasën mendje paka shumë. Bile kujtimi ka qenë promotori maj madhi, diskutimeve, që do të më organizu, do të më kly, do të... Për kundër kësaj, në 2023 ju më këthy këto me një grup tjetër, kujtimin atë ku ende ka qenë me disa angazhime atje. Nuk e more me vete, a? Jo, po ka qenë, për shkakun e ti ka qenë me disa angazhime, disa projekte ku do i kemi përfundu pak, edhe vendimi ka qenë me u këthy krejt, po të regoj drejt. Do të thotë, kena qenë 3-4 vetë, kirurga, gastroenterologa, mirë po, fillimi ka qenë pak ma i vështirë, bashkëpunëtorët tonë këtu nuk kanë qenë shumë serios edhe nuk e ndihmë atë sigurim bashkë, vendosëm prap me lanë një pjesë atje, një pjesë këto, jemi ende të vazhdu me këtë mënyrë, mirë po nuk besoj që do të shkoj edhe gatë, në një kohë të afërt besoj, do të ndodhë, pra ju dëshira juaj e brendshme është ju deni me të dyja këmbët në Kosovë, jo njërën ande... Pa tjetër, sepse është veni ju, ndihmi ma mirë, në këmë thonë në disa intervista tjera që është edhe knatësia me madhe kërë bën njëri këtu një punë tilë, është veni jëtë, respekti është ndryshë edhe pse atje kemë po ashtu një respekt shumë të madhë, por prapë se prapë veni jëtë. Besoj që nga dritim ka me shku. Kohën nuk për mu e them njerë se po ka shumë zhvillime. Tash nuk është ka dhe një, në dy. Tash jemi as ekip edhe ka dhe shumë të tjerë që janë të interesume dhe non-stop nga shkujnë që në u bo bashkë me ba diçka që ka bojmë edhe atje.
Përpas punës jashtëzakonisht të rëndësishme edhe me përgjithësi që ju keni. Kur janë ose cilat janë situatat që duket edhe nga përvoja shumë vjeqare që jeni bashkë keni kalu nga më të ndryshmet, edhe doja në këta pak minuta që më kanë ngel me i ndo disa prej këtyre. Për shembull, si relaksohet kirurgu pas një dite të vështirë, mandej Remzi unë e pys pak për kujtimin, çka ja caron më së shumti, ose si i shfrytëzoni ato ditët kur ndoshta mund t'jenë pakta, kur e shkysh në telefonin edhe do një thjesht me e bo një ditë si pas shefit juj. Kryesisht na merrëm vesh me sy. Apo, keni arrit në atë pikë, Po, se kena punu një kohë shumë të madhe bashkë në Gjermani, edhe si tipa karaktera, edhe pse jena ndryshëm, unë jam pak ma i qetë, kështë pak ma nervoz, po edhe natyra e punës mas një kohë e bën, që është krejt në normale, po merrëm vesh me sy edhe s'ka një situatë ku kena pas panik, zakonisht nuk bojmë panik edhe merrem i vesh me fjalë kur ka diçka me komuniku që është shkollë gjermane, se nuk i kena zbuluna. Komunikojna shumë butë dhe i tregojna njëri tjetrit qofse kam probleme prej anës tem ose ka probleme prej anës vetë. Komunikojna dhe s'ka pas në e rast kështu që ka ndodhë diçka të jashtëzakonshme. Kryesisht Pyta se thonë kirurgët i kanë ca rutina të çuditshme para fillimit ditës së tyre. Thash të zbulojmë në sekret. Kryesisht sekrete, nuk i qetë kujta ato. Kryesisht unë nga një herë për me relaksu lëshoj ndaj muzikë në salë. Muzikat e ti preferume që nuk i kisha bo për shtëp. Edhe të mijat, kryesisht... Nuk po i zbulojmë sot, a? Ja, nuk po i zbulojmë sot. A janë të gjuhës Shqipe të paktën? Po normal, gjuhës Shqipe janë se tjetër gjuhë. Tash mos në Gjermani ku he kaluar, ju kanë ngel disa. Jo, na shumit, pjesën më të madhe të kohës i na rrinë në Kosovë. Më thonë, Gjermani kena shku për specializim, po shumica e shkollimit fillor të mesëm dhe fakultetin e kena kry Prishtinë. Veç kjo pjesa e aftësimit profesional ka ndodhë në Gjermani. Na gjithë shka më në më bo, po shqiptarë mbesëm. Edhe me dëgju muzikë tuaj nuk është kur gjoga bërë. Ama e paska me Shqipet, kryesisht, çka e acaron shumë, se po thot jam ma i qetë? Përgjithësi se të kujtimi është ma i qetë, po edhe stres ka ma pak, se anestezia është pak ma... Që këtu njës debati. Kirurgjia është pak ma stresdhonse, po them. Për atë arsye kirurgat janë pak ma temperamenta, bile unë në disa bisede ka njërë pra i gare, them që e kom pas një shefi jam i parë në kirurgjinë në Gjermani, ka qenë excellent për kirurgji të hapre dhe ka vëzit shumë shpejt. Edhe si shembull dhe marrë një kirurg që nuk vëzit shpejt, nuk është as kirurg i mirë. O thënë temperament. Duhet pak temperament, duhet pak adrenalin, duhet pak, do më thonë, motivim. Nuk ka ndonjë përgatitje speciale të kirurga para se me hi në pi. Sepse ka diskutime, kam një edhe në rrethin e komunitetit kirurgëve Gjerman, që ka pas kirurg që edhe ndoshta gjatë kujdestarive ka qenë edhe jo bash, do më thonë, esëll në atë kuptim. Ka qenë ma i lirë, ka hi ka operu mirë, po nuk ka ndonjë përgatitje tillë kirurga. Qa përgatitet kirurgu, qa shumë rëndësi, është me njoft pacientin, me njoft do të dokumentacionin, në dispozicion, në mënyrë që kur të hynë në operacion me pas një lloj navigacioni çka po dënë me pa çish po dënë. Çaj është domethënë çka na kirurgat i kushtojmë shumë rëndësi, ose të paktën çaj kirurg që don me kanë tamam kirurg do të më kushtojë rëndësi. Ato ajo shumë rëndësi, sa i përket këtyne përgatitjeve ose pacientave që i kemi të përbashkët, se jo se cili pacient është shumë i përbashkët në kirurgjisë anestezi, janë pacientat që janë ma të ranë operacion më të mëdha, që janë në intenziv, ku vendosëm për terapinë post-operative ose edhe preoperative. Ato janë diskutimet më të forta, sa që në Gjermani, në klinikën ku kemi punu na, kur i kena ba vizitat grupi jo në kirurga me grupin anesteziologë, ka qenë një betejë vërtetë e diskutimeve, kanë mungu, do të thotë, kanë mungu mirë, po nëse e ilustroj me një fotografi, është sikur një fush betejë me shpata, me ku e di, edhe dikush del, e atë vendimin qëtë procedurë, ose qëtë trajtim po e bajmë. Ato kanë qenë shumë të mira, për shkakun që ato kena mësu shumë. Ato mësohet, dhe më thonë, këto diskutime, në këto debatet hapne, mësohet shumë prej kolegut, prej ati që ka përvoj ma shumë, edhe aty do të thonë ka qenë pojenta që na e kena qitë bagaj që e kemi. Jam krejt në fund, biles minutin e fundit. A keni kohë për jetën tuj personale? Sa herë ndodhë me ndryshu planet mrenda ditës, ose një udhëtim i planifikum, ose... Në Gjermani ka kohë, se e ki si
për ki program, do të ki ekipën, i ki detet saktu me ku i mbëllën, edhe ka ku në qofë se organizon si që duhet, edhe pse në përgjithësi prapje i ngarkum. Ta shkordve edhe në Kosovë mbetet pak ma pak ku. Mirë po, përgjithësi kohë so kanë të tjerët, nuk ka një kirurg për me kalu me familje. Nuk ka. Njëtë edhe... S'ka rartë në cakt, që do mos pjesë e Kosovës, më nëshme me përfundu të punë 2 motor, ose 4 motor, edhe nuk mund është me ditë kur këthesh në shpe. Të me thonë, që ajo është problemi ma e madhë që ki që nuk ki orar. Me thonë, ora 4 mund përfundon puna edhe jena të dëtë në salë. Nuk është sikur në profesionet tjera që vjen të kusht tjetër edhe merë për sipër, se nuk mundet me marë për sipër, se nuk e din që ka bo asë kjo asun deri në qatë kohë, dhe kryesisht du të me vazhdu vetë, deri sa të përfundon. Qoftë se shkon gjithçka mirë, është letë, po ka rast edhe kur rrina ka 2 motor, 13. A ka një pytje që s'ja ke bo asnjëherë Remzio deri sot? Që kështë dasht me shpydzu rastin? Ma të qenë me e-mail, ma vu. Jo, s'ka diçka. Krejt ja këmë bo. Krejt pytjet ja këmë bo. Okej, qartë, ishte shumë knacimi ju pasot, sinqerisht, deshta me shpydzu si pjesë të kësaj pasditeje, që edhe mi relaksu dhe ata që na shohin, po edhe ju, sa e keni shumë të nevojshme me dalë prej rutinës e cila ju mbi ngarkon, por që edhe njëherë po përsëris, shqyqyr që ju kemi, e sidomos të nivelit juaj me një përgatitje të tillë profesionale që me përvojën